Fe pa kontroll, para pa hesap, kush po pasurohet mbi kurrizin e shqiptarëve, sot mjafton të hapësh rrjetet sociale për të kuptuar se sa agresiv është bërë tregu i predikimit fetar dhe sektar në Shqipëri. Nga hoxhallar e priftërinj, te pastor e grupe të tjera të panjohura për publikun e gjerë, shumë prej tyre afrohen me gjuhën e dashurisë, të shpëtimit dhe të përkushtimit, por pyetja që duhet bërë është më e thjeshtë dhe më serioze. Kush i kontrollon, si financohen dhe çfarë ndikimi real ushtrojnë mbi njerëzit? Në Shqipëri ekziston Komiteti Shtetëror për Kultet, i cili koordinon marrëdhëniet me bashkësitë fetare, shoqatat dhe fondacionet fetare apo humanitare. Por vetë studime dhe analiza mbi qeverisjen fetare në vend kanë vënë në dukje dobësi në kapacitetet dhe performancën e mbikëqyrjes. Debati nuk duhet të jetë kundër besimit, por kundër mungesës së transparencës dhe mungesës së kontrollit. Në Shqipëri, subjekte që ushtrojnë veprimtari fetare, humanitare, bamirëse, shkencore apo arsimore përfitojnë lehtësime fiskale dhe përjashtime nga tatimi mbi fitimin për aktivitetin jo fitimprurës, po ashtu. Donacionet për veprimtari jo fitimprurëse dhe disa furnizime të OIF-ve mund të përfitojnë përjashtime ose trajtim favorizues sipas legjislacionit tatimor. Kjo do të thotë se problemi nuk është thjesht fetar apo moral, por edhe fiskal e publik. Kur përjashtimet ekzistojnë, shoqëria ka të drejtë të kërkojë transparencë të plotë mbi paratë, aktivitetin dhe ndikimin. Ndërkohë, një pjesë e madhe e predikimit që qarkullon në rrjetet sociale nuk kalon pothuajse në asnjë filtr institucional. Shqipëria është përballur prej vitesh edhe me shqetësime publike për grupe okulte apo sekte të ndryshme, të raportuara në media dhe të diskutuara nga ekspertë të sigurisë, ndërsa studime akademike mbi krimet rituale dhe grupet hermetike kanë theksuar vështirësinë e identifikimit dhe rrezikun që sjell mungesa e informacionit dhe e monitorimit. Kjo nuk do të thotë se çdo grup është kriminal, por do të thotë se shteti nuk mund të sillet si spektator. Ajo që varfëron një shoqëri nuk është vetëm mungesa e parave, por edhe dorëzimi i mendjes. Kur njerëzit shtyhen të japin të dhjeta, dhurime të vazhdueshme apo mbështetje financiare pa asnjë standard të qartë transparence, ndërsa institucionet fetare ose sektare forcohen ekonomikisht dhe ndjekësit e tyre mbeten të varfër materialisht e shpirtërisht, atëherë kemi hyrë në një debat që nuk mund të mbyllet me fjalën tabu. Shqipëria ka nevojë për liri besimi, por po aq ka nevojë për llogaridhënie, kontroll dhe taksim aty ku aktiviteti kalon kufirin e misionit shpirtëror dhe hyn në territorin e pasurimit, ndikimit ekonomik dhe manipulimit social. Prandaj pyetja nuk është më nëse duhet folur për këtë fenomen, por pse është folur kaq pak. Në një shtet serioz, askush nuk duhet të jetë mbi kontrollin, as kishat, as xhamit, as sektet, as fondacionet që veprojnë në emër të fesë. Liria fetare nuk mund të jetë streh për mungesë transparence. Dhe sa më gjatë të shtyhet ky debat, aq më i madh bëhet hendeku mes institucioneve që pasurohen dhe njerëzve që varfërohen.